Mbi 2 milion qytetarë sot ju drejtojnë putive të votimit për të zgjedhur përbërjen e re të Parlamentit të Kosovës në zgjedhjet e jashtëzakonshme që po mbahen në mbar territorin e vendit. Procesi i votimit po zhvillohet në 910 qendra të votimit me gjithsej 2557 vend votime në të gjithë territorin e Kosovës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se të gjitha qendrat e votimit janë hapur sipas planit dhe procesi ka nisur pa vonesa. Presim më të mirat e mundshme të shtojmë mirë e marë. Po, do të me ndërshtu atë që e kërkon qytetari, mirësenjen kryesisht. Po presëm mirë, ekonomi, pak drejtësi, tëna ka pak. Zgjedhjeve, kur zhëpëri? Nisë gjithë, jo, s'mon me ndryshushëm. Qashtu që shka qenë vesh me një pozët e nejtë. Vesh me kryna obligimin qytetar për tjera, zhvendosë ma shumë. Në garë për ulse në kuvend janë gjithsej 1146 kandidat për deputet, të cilët përfaqësojnë 23 subjekte politike. Për garantimin e integritetit të procesit zgjedhor janë angazhuar rreth 100 prokurorë, të cilët do ta monitorojnë mbarvajtjen e zgjedhjeve dhe trajtimin e çdo parregullësie eventuale. Zgjedhjet po monitorohen edhe nga vozhdues ndërkombëtar, të cilët po përcjellin nga afër procesin e votimit në qendra të ndryshme të vendit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se rezultatet e para do t'i nisë t'i publikojë para orës 20. Procesi i sotëm zgjedhor konsiderohet vendimtar për formimin e institucioneve të reja pas më shumë se 9 muaj bllokati institucionale.